Ka njerëz që luten për më shumë, pa parë sa shumë kanë, por zemra që falenderon gjen paqe edhe në pak. Falenderimi nuk është fjalë, është ndjesi, është të shohësh bukurinë e një dite që s'dukej e veçantë, të vlerësosh shëndetin, frymën, paqen, sepse në momentin që falenderon, Allahu të jep më shumë. Edhe kur harron, bota të merr më shumë. Ndaj çdo mëngjes, para se të ankohesh për atë që nuk e ke, falendero për atë që ke, dhe do të shohësh se gjithçka do të ndryshojë.